sidomos fshatit Kullaj, se deri në Dragoç, një farë zanimit është bërë. Por, diskriminimi fillon këto. Fillon këto në Kullaj në fshatin më diskriminum në Shqipni. Si ashtë në fshatat, si me 9 shtator 1946, i tha komunizmit shporo. Edhe zithna, që kërkojmë sot demokraci, kë fshat e ka dhënë sysh vitin 40. Po këti fshatit i prehet rruga përgjys, i ngushtohet rruga, na jana si fshatar, si fshat, zjanohet krejt, edhe pse na bjerë në fije me prish, nuk ka na problem, se na kanë tolerant të jetën na, edhe jana për demokraci, edhe nuk jana për ashtu, e kanë do fshatin përgjys, dalën, se aty ku e kanë do fshatin, janë 10 pushkatum, a ne s'dojnë një quë, as të kulak. Sa është për arsye politike si pasur? Po tjetër, aty ku ka ardhë Becin me 9 shtator me përkujtue divizën antikomuniste po Srips, tha unë jam tha edhe për demokrat, jam për tonë poplin. Hajde Benet Beci sot, aty ku është put rruga, aty janë 10 pushkatum, aty s'shkon monej, aty as ka drit, as ka rrugë, aty janë kolakt, si janë qujt atyrë, po janë familjet më të nërume në tonë Shqipnin. Si do të veproni nëse nuk merren parasysh kërkesat? Në rast, në gjo, na si popull edhe si fshat janë tolerant, janë djath. Na durojmë sa durojmë, ma ne na për durimje ka një fjallë. Na i herë e kanë me forma demokratike. Ashtu si kanë vepru qysh në 46-ën, edhe në 91-shën, edhe tash vazhdojmë. Ta kanë ardhë kanë shtruhe asfalt, janë të riparue. Ta shti mos i tonë kjo investim si ashtu, po, zjanohet rruga edhe të bohet taman. E bojnë më të shëndordet, shëndordet për i zëdhe familjes që thësh, pra nuk i përshtaten ritmit zhvillimit që ka kë fshat. Se cili ja problemi? Edhe problemi është sepse këto... Rruga po prish objekte anësore dhe më falë, ose më janë? Këtu mund t'jale për zgjerim, edhe nuk ka nevoj për prishje, për zgjerim. Për zgjerim rrugët, edhe fshatet e kanë do përgjys. E kanë shuhet der një farë anit, e kanë ndaluhe. Pro, edhe nuk është tjera parë që këti fshatit, një fshat me fshatit, më të më diskriminu, me shto rrezik i Shqipëri, edhe i e kanë ka me kështu. Qa kërkoni që projektit ndalet dhe të rishiet edhe njëherë? Qa kërkoni? Të zjerohet, rrugët bëhet me standarde. Edhe të bëhet edhe ribashkimi këtë fshati, jo përgjys. Se duhet ju them diçka. Një kjo rrugë është kryesore, jo vetëm për zonën tonë. Po kja lill këtë me mërësinë e madhe. Pra që është me shumë rëndësi të madhe, jo vetëm për zonën tonë. Pa ne organizojmë të protest që duhet bëhet me standarde. Okej, emër jam? Kaç duhet jo? Emër jam? Beqir Bushej. Okej, një... Po. Ne pasdojt, me të në që punë për tishtë, të dojmë të tishtë më të një.